Autobusi i linjës 1A po pret para stacionit e autobuseve në Prishtinë për të mbushur me udhëtar. Çdo 2 orë në të njëjtin vend, qytetarët mund të marrin këtë autobus për të shkuar në aeroport për vetëm 3 euro pagesë. Përderisa më parë kjo linjë ka qarkulluar çdo 1 orë, tani ajo është ralluar në 2 orë, duke vendosur kështu njoftimet edhe para vendit ku ndalet ai. E njëjta vlen edhe anasjelltas. Kjo po paraqet problem për qytetarët, sidomos për ata të cilët udhtojnë rregullisht jashtë shtetit dhe e shfrytëzojnë këtë linjë për të shkuar deri në aeroport. Maliqi është njëri prej tyre. Nga Gjilani është nisur në orën 10 për të shkuar në aeroport, pasi aeroplanin e ka në orën 17. Jam të shku për Zvicër, në Cyri. A u thoni shpesh, a është hera? Valla shpesh. Bërë makinë muj, 2 aftë, o thuj. Për vetë lindja, po na thirë, hajdi. Thot ju atje keni jetu gjithmonë? Po gjithmonë. 20 vjetë kom punu e mini firme. Deri në penzion. Për penzionit të në lidare. Ta që kemi vajgjën atje në shkollë, edhe po do të më këthyje ka njëherë me vizitue. Edhe shoqa po rrim se me vajgjës atje. A u thoni çdo herë për më shku në aeroport me këtë autobus apo me çfarë? Valla ma shumë ti me këtë autobus. Shumë micën, du me thonë, të kohës, kur të shkuaj na me këtë autobus, o thonë, se ma lirë. Sipas tij, do të ishte më mirë që ky shërbim të rikthehej çdo 1 orë. Mirë shumë, po me paskon çdo orë ma mirë o kone. Se ka njëherë po vanomi, e kështu po du të me shku me taksi. Argjimet me taksit më dhoja. Do njerë ju gjerë me shku më herët, po besoj. Po du të tash me shku e 4 orë, 5 për para, se shumë. Të njëjtë mendim e ndajnë edhe një qytetar tjetër, i cili udhton her pas here jashtë vendit. Po unë për ato për 1 orë se pas na dite, për çdo 2 orë pak është i rrallë, po më duket. Ka qenë shumë më mirë, sikur të konë çdo orë, për shkak se ka rast për na duhet 3 orë nështë me prit në aeroport shkaku i mungesës të autobusit. Përveç vendorëve, këtë linjë po e përdorin çdo herë më shumë edhe turistët e huaj. Përveç ankesës për qarkullim të rrallë, një turist thosë se kishte probleme edhe të gjente vendin se ku do të ndalet ky autobus, pasi nuk ka askund asnjë informacion. I'm early, very early. Jam herët, shumë herët, por më mirë preferoj të shkoj më herët se sa të vonohem dhe të humbë aeroplanin. Kështu që po shkoj 3-4 orë më herët. Por do t'ishte mirë të kishte informacione më të detajuara në stacion se ku ndalet autobusi, pasi nuk ka një informacion të tillë. Për rreth 1 orë i kam pyetur 5 persona se ku duhet të pres këtë linjë dhe vetëm 2 persona mezi më treguan ku. Megjithse, as ata nuk e dinin saktë se ku. Më thoshin se përafërsisht do të ndalet këtu diku. Ndryshimin e qarkullimit të linjës 1A nga çdo 1 orë në çdo 2 orë e ka bërë trafiku urban në kohën e pandemisë. Sipas kësaj kompanie, në atë periudhë nuk ishte shumë udhëtar. Kësaj e kanë reduktuar edhe linjën, e cila ka mbetur e njëjta edhe pas pandemisë. Ndryshimi është bërë që në kohën e pandemisë atëherë është reduktuar shërbimi për shkak se nuk ka pasur udhëtar shumë gjatë asaj kohe dhe nuk ka qenë e nevojshme për më shumë. Kjo ka vazhduar edhe pas pandemisë sepse nuk ka pasur kërkesa për të shtuar më shumë autobus, por me ardhjen e autobusëve të rinj parashihet që linja për aeroport të bëhet çdo 1 orë. Autobusët e rinj pritet të vinë pas vitit të ri. Nga pagesa lirohen pensionistët dhe kategoritë të tjera të liruara nga komuna e Prishtinës, si në të gjitha linjat të tjera të trafikut urban. Orari nisjeve nga stacioni i autobuseve është ora 8 duke filluar nga ora 7, ndërsa ora çift duke filluar nga ora 8 e deri në orën 12 të natës është nga aeroporti.